jo i madh, jashtëzakonisht i madh. Nga 5.015 votues, 527 janë me asistencë, ose 10.51. Ata njerëz atje me qenë ma qorra dhe ma analfabet se Gjilanive. Këte do t'i hetoj prokuria numrin e madh, jashtëzakonisht të madh, të votave me asistencë. Jo i madh, jashtëzakonisht i madh. Cila është gjendja reale. Unë kam marrë vetëm një komunë. Kam kërkuar librat, statistikat dhe krejt. Dëgjoni me kujdes për hanin e Elezit. Në hanin e Elezit pjesëmarrja është 5.015 votues nga 8.000 diçka. Nga 5.015 votues, 527 janë me asistencë, ose 10.51. Nga ta të verbër, ose me shikim të dobësuar, thuhet se janë 243. Kurse analfabet, që nuk din shkrim lexim, ka mundësi që janë edhe shkolluar analfabet funksional, 244. Sipas dhënave të Departamentit Pensioneve, që unë kam komunikuar dhe jam duke komunikuar, do të bëj përpjekje edhe me Ministrinë, me Agjencionin e Statistikave, pak më ngadalë ndoshta po përgjigjem. Në komunën e Hanit të Elezit e kemi vetëm një person të verbër që merr pension, dhe pensioni është relativisht i mirë, 300 euro. Bravo, çdo person që është i verbër ka arsye financiare mu lajmëru se e merr një pension të mirë. Ky rast, kjo dukuri që është e përhapur në krejt Kosovën, e ka mundësi që komuna veçanta janë më të theksuara. Unë po them kështu, nuk mundet Hani e Elezit, me qenë se mora shembullin e kam me shifra, ata njerëz atje me qenë ma qorra dhe ma analfabet se Gjilanive, ose se Peçani. Kjo është shkelje brutale e dinjitetit njerit, sepse këto vota me asistencë deri në 1, sepse me hin, kjo me asistencë do më thonë me hin në kutit votimit, në kabinë votimit, bashkë me votusin, edhe m'ja marrë dorë nëse ti vetë me dorë tonë dhe me shkru. O shkelje e qartë e Kushtetutës së Republikës Kosovës, në jeni 45 paragrafit. Vota me asistencë, unë pjaf shpjegoj qartë me gjuhë, është vot ose e shitur, pra e korruptuar, ose vot e kërcënuar, ose vot e shantazhuar. Nuk është e manipuluar. Manipulimin ndodh ma herë. Kemi raste në Klokot, po edhe në disa komuna tjera, ku kanë marrë vërtetime të rrejshme. Vërtetimin e rrejshme lëshon mjeku i praksës së përgjithshme për verbrin e personit. Kjo është absolutisht e ndaluar sipas odës së mjekëve të Republikës Kosovës, sepse vërtetimin për verbri e lëshon specialisti. Ai e konstaton, nuk sheh, po ditën e votimit, më lëshu vërtetimin, ose një ditë para votimit, me fjalin, nuk sheh. Nuk guxon me shkruar është i verbër, sepse ai mjek ka pak qaq inteligjencë që nuk guxon me përdor konceptin i verbër, sepse din që ato do të me konstatue specialisti. Po thot nuk sheh. Ku e din? Qysh e din që nuk sheh, ose ka shikim dobësuar? Unë kam shikim dobësuar personalisht. Unë votoj. Unë mund t'i kem të dy kom të thyera, po nuk votoj me kom, votoj me dorë. Kur t'hin kabinë votime. Kërkesa ime për KQZ-n është rekomandim që të gjitha vendvotimet ku ka numër të madh të personave që kanë votuar me asistencë të shkojnë në rivotim, sidomos ato që ndikojnë në rezultatin e zgjedhjeve pa diskriminim. Këte do t'i hetoj prokuria të mos neglizhoj punën, sepse edhe pozita asaj prokurie, edhe bzokit, edhe KQZ-s varet nga këto vota, jo çfarë drejt për drejt, po nga vota të ndryshme. Po unë e ftoj që këtë hetim ta bëj rrënjësisht. Faleminderit.